kjo kampanjë zgjedhore edhe kjo betejë që do të zhvillohet në javët në vazhdim, gjitha partitë politike hynë me krizë morale para votuesve vetë. Qoftë ajo SDSM-ja, qoftë ajo VMRO-ja, qoftë BDI-ja, qoftë koalicioni aleancës me Alternativën, por edhe koalicioni me Besën. Nëse do të shifet nga prizmi asaj se sa është e natyrshme një koalicion ndërmjet një partie politike shqiptare dhe një partie politike maqedonase, unë do të them që është mjaft e natyrshme, biles në disa momente ndoshta edhe e vonuar. Problemi këtu qëndron se bartësi këtij koalicioni është Besa, një partie e cila është e vogël edhe nuk ka potencën për ta imponuar këtë koalicion si diçka e cila është e pranueshme për pjesën më të madhe të shoqërisë. Sikur këtë koalicion ta kishte bërë për shembull BDI-ja apo Aleanca, narrativi do të kishte ndryshuar plotësisht. Ashtu siç ndryshoi narrativi për zgjedhjet presidenciale, ku vetëm një palë zgjedhje paraprake BDI-ja thiri në bojkot të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa zgjedhjet e ardhshme u vu në koalicion parazgjedhor për të mbështetur Stevo Pendarovski. E njëjta ndodhi edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2017, ku SDSM-ja në zgjedhjet paraprake garoi me VMRO DPMN për kundër kandidatit të BDI-s në atë kohë në Kërçov dhe kundër kandidatit të Aleancës ose PDSH-s në atë kohë në Strup, ndërsa në vitet 2017 garuan bashkërisht me BDI-n kundër VMRO-s. Prandaj them, kjo do të jetë përplasje e krizave morale të partive politike me votuesit e vetë. Askush prej këtyre nuk mund të hyjë, nuk mund dalë dhe të thotë se ne jemi në një relacion të, le të themi, korrekt moral para votuesve.